Jemi rikthyer në studio, do të flasim tani për sigurinë kibernetike. Pajisja DPI u instalua në kompani celulare për të bërë të mundur mbylljen e platformës TikTok dhe për të rritur padyshim sigurinë kibernetike dhe funksioni kryesor është për të mbrojtur nga sulmet kibernetike të hakerave. DPI do të jetë në funksion deri momentin që TikTok do vendosi filtrat e duhura, por ne do të flasim padyshim në përgjithësi për sigurinë kibernetike, instalimi i VPN-ve që besoj shumë prej jush tashmë i kanë shkarkuar në telefonat tuaj, a është i sigurt, cilat janë rreziqet që mund të sjellë. Të gjitha këto i diskutojmë me zotin Elton Domnori, ekspert IT dhe pedagog një herëzi. Zoti Domnori, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni me mua këtë mëngjes. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Ta sqarojmë pak për qytetarët shkurtimisht, çfarë është një sistem DPI? Atëherë, siç është përfolur tashmë edhe së shumti ditë telefonit, DPI është një sistem i cili kryesisht bën monitorimin e rrjetit, por ndryshe nga ato sisteme tradicionale, të cilët kontrollonin vetëm atë që ne quajmë në gjuhën teknike headerin e paketave, që do të thotë vetëm disa informacione të rrugtimit të paketave, DPI-ja bën kontrollin e përmbajtjes së mesazheve që ne dërgojmë. Dyshimi. Frika jonë është që këtu mund të kontrollohen lehtësisht edhe përmbajtja e gjithë komunikimit ton, edhe kur ky komunikim është teknikisht i mbrojtur nga enkriptimi. Kjo mbetet në dyshim, pra është një gjë të cilën nuk mund ta themi ndodha apo jo. Megjithatë, ajo ku do të ndaleshim në vijim është pikërisht VPN-ja. E përmenda në nisje të kësaj interviste që gjithë secili mund të ketë shkarkuar një VPN. Tani, a është e rrezikshme? Tani, VPN-ja ishte veprimi i parë që më së shumti u mor pasi forma klasike për të bllokuar një faqe web është kontrolli i adresës IP. Dhe për të anashkaluar këtë kontroll u shkarkua VPN-ja sepse VPN bën fshehjen, pra praktikisht i delegon një palë të tretë komunikimin ton. Ne nuk komunikojmë me faqen apo me shërbimin specifik i cili është ndaluar, por komunikojmë me një palë të tretë dhe kjo palë e tretë komunikon pastaj me shërbimin që duam ne. Duke fshehur kështu qëllimin kryesor, pra duke fshehur adresimin e parë. Nisur nga fakti që kjo lloj formet nuk ishte shumë efikase sepse rëndon. Masivisht u shkarkua këto aplikacione të VPN-s dhe aplikacioni TikTok vazhdoi të përdorej. U mendua nga qeveria, nga kompanitë që ofrojnë komunikimin, të instalohen këto DPI. Tani, VPN-et sa janë të sigurta? Ka shumë aplikacione që mund të gjejmë nëpër qoftë Apple Store, qoftë Android. Jo të gjitha janë të sigurta, sepse gjithsesi ne po i delegojmë një palë të tretë të gjithë trafikun ton. Ka kompani që janë serioze dhe ofrojnë këtë shërbim pjesërisht falas, pjesërisht me pagesë, në varësi të tarifimit edhe të cilësisë së shërbimit, por mund të gjejmë në web edhe aplikacione që nuk janë po aq të sigurta dhe i largohemi nga një lloj monitorimi apo përgjimi dhe përfundojmë në një monitorim apo përgjim tjetër. Kështu që, ta themi shkurtimisht, duhet apo jo t'i shkarkojmë VPN-t në telefonin ton, për ata që i kanë shkarkuar edhe tashmë i përdorin, a duhet vazhdojnë t'i mbajnë ende? Tani në thelb qëndron qëllimi. Ka shumë persona që përdorin VPN-t për arsye pune. Sepse VPN-ja praktikisht mundëson të kesh një akses të sigurt ndaj një infrastrukture që mund të jetë ambienti i punës. Unë aktualisht nuk ndodhem në Shqipëri, mund të kem nevojë që të aksesoj infrastrukturën që kam në punë në formë të sigurt dhe mund të përdori VPN. Por kjo nuk është diçka që ka një qëllim masiv të popullatës. Qëllimi që po përdoret sot është për të anashkaluar një ndalesë. Është një lloj rebelimi, le ta themi. Po. Nga masa është thjesht anashkalimi i një ndalese
për të gjetë formë për të aksesuar diçka të tillë. Këtu mund të themi pak në thelbin e çështjes, ishte apo s'ishte e drejtë ndalimi i TikTokut, po kjo pastaj hap një dritare tjetër. Mund të them që përdorimi i VPN-s është pak i rrezikshëm, aq më tepër për qëllimin që ka ajo. Dhe në fakt do doja të ndalesha në një çështje tjetër tashmë, sepse ne e dim në një formë apo në një tjetër jemi të gjithë përdorues të internetit, të teknologjisë, kush në WhatsApp, kush në platformat të tjera. Dhe në fakt ka disa ditë që në rrjetin WhatsApp të qytetarëve po vinë mesazhe me sondazhe për të votuar. Kur klikohet nuk del gjë. Çfarë duhet kemi parasysh lidhur me këto skema mashtrimi? Janë të përsëritura tashmë. Na ka ndodhur të gjithëve, dikush është më i vëmendshëm dhe arrin ta kuptojë që ka të bëjë me një skemë mashtrimi, por mos harrojmë që përdoruesit e internetit nuk janë vetëm moshat e reja, nuk janë vetëm njohës të teknologjisë, por janë edhe njerëz të cilët kanë një moshë të caktuar dhe mbase nuk janë në dieni dhe nuk kanë informacionin e nevojshëm për të ditur pikërisht të që kanë të bëjnë dhe janë përballë një skeme mashtrimi. Çfarë duhet kemi kujdes? Atëherë, po, është e vështirë që shpesh herë të detektohen tentativa të tilla, qoftë me WhatsAppin apo qoftë me emailin. Me emailin pasi është më e përhapur dhe më e rëndomt, qoftë ato që ne quajmë si phishing. Duhet të jemi të kujdesshëm të i herë të shohim nga vjen mesazhi. Nëse është një person apo një burim i sigurt. Shpesh herë vërej që diçka dalluese është edhe gjuha e përdorur. Për shembull në mesazhin e fundit zoti Domnori shkruaj përshëndetje, ju kontaktoj për mjekeshën time Roksana, po Roksana nuk është emër fort i zakonshëm për Shqipërinë. Nga këtu arrim të kuptojmë që kemi të bëjmë me një skemë mashtrimi. Jo më larg se para disa ditësh, si institucion patëm një dërgim masiv me email, dhe aty dukshëm ishte që gjuha shqipe linte pak për të dëshiruar dhe kuptoj që ishte përkthy me një instrument, po them Google Translate, po mos është Google e diçka tjetër. Shqipja linte pak për të dëshiruar në strukturë. Megjithatë, shpesh edhe jo vetëm tek moshat pak më të po them thyera, por edhe tek të rinjt i vëmë shumë pak rëndësi drejt shkrimit, dhe e marrim mesazhin si të mirëqen dhe bim prej shpesh e klikimit apo përgjigjjes apo dhënies informacioneve që nuk duhet të japin. Është e lehtë të fshihesh mbas edhe një figure që mund të jetë një figure besueshme, sepse mund të kesh mund të impersonifikohesh me dikë që njihet publikisht apo në një rrjet qoftë pune, qoftë shoqërie. E rëndësishme është që mos është pavitueshme që të bim pre. Por të mendohemi të paktën 2 ose 3 herë para se të klikojmë tek diçka. Dhe të sigurohemi për burimin e tij apo jo. Nëse të marrim edhe informacion për burimin nga po na vjen ky mesazh, se nuk mund t'i besojmë gjithçka që qarkullon në WhatsAppin apo Instagramin ton. Po, të pyesim mbasi dikë tjetër të ka ardhur mesazh, ka të njëjtin tekst, dini se pra aty ku ka hije dyshimi, qoftë edhe më të vogël, nuk duhet bëjmë asgjë para se të garantohemi në një formë tjetër duke pyetur qoftë kolegun, qoftë jemi në një ambient pune, pra mendojmë që mesazhi ka ardhur në një bashkësi të punës, apo në rrethin shoqëror duhet gjithmonë të pyesim dhe të informohemi kur është për të klikuar mbi diçka. Nëse duan të na përcjellin informacion, na përcjellin informacionin në mesazh, thuaj se asnjëherë nuk ka nevojë që të klikojmë mbi diçka. Duhet tani për të qenë pak më teknik duhet parë edhe sepse shpesh herë edhe adresat të cilat na induktojnë të klikojmë janë adresa pak të çuditshme, pak atipike, qoftë tek emrat e tyre. Gjithsesi, në përgjithësi tek njerëzit duhet të jetë gjithmonë ideja e frikës që informacionet, sidomos kur ka një link
dhe kur kërkohen informacione personale, qoftë personale të individit, qoftë në lidhje me një llogari që mund të kemi në një rrjet, në një sistem, në një bank, asnjëherë këto informacione nuk kërkohen, thuajse asnjëherë në raste shumë të rralla nuk kërkohen. Kërkohen vetëm atëherë kur ne duam, për shembull kemi humb llogarinë apo passwordin në një të emailit apo të një rrjeti social dhe jemi ne që e kërkojmë dhe pastaj na vjen një link nga kompania që natyrshëm na kërkon të rifusim passwordin apo disa të dhëna. Por këto tendencialisht nisin nga ne këto kërkesa. Kërkesa nga palë të tjera dhe jo të iniciuar nga ne është po them 99.9% për mos po thënë 100% ka një qëllim jo pozitiv. Dhe në fakt për te ati mesazhit të WhatsApp që unë kam hapur në këto momente dhe po e lexoj për informacion për publikun nëse ndodh që t'i vi një mesazh i tillë. Përshëndetje, ju lutem votoni Roxana Kostin në këtë sondazh, ajo është vajza e një miku tim, çmimi kryesor është një bursë për erësim falas për gjithë vitin e ardhshëm. Kjo është shumë e rëndësishme për të. Faleminderit shumë. Probleme me gramatikën nuk ka, po besoj që nga emri duhet kuptojmë që kemi të bëjmë me një skemë mashtrimi. Megjithatë, ky ishte një prej shembujve dhe një prej mesazheve që po qarkullon ditëve të fundit. Por një tjetër fenomen që po ndodh në rrjetet sociale, këtë herë në Instagram, është marrja e profileve të personazheve publik, duke i hapur faqe me fotot e tyre, në rast se kanë profilin publik, i aksesojnë lehtësisht to me një screenshot dhe pastaj i bëjnë follow miqve duke i dërguar mesazhe dhe duke i informuar se po hapim një brand rrobash apo gjithçka tjetër. Në dijenin tuaj, zoti Domnori, këto janë sulme që vinë nga brenda Shqipërisë apo janë sulme që janë të organizuara nga diku tjetër? Se mesazhet, të paktën nga informacionet që unë kam marrë dhe nga raste të njerëzve që i njoh, duken të jenë të ngjashme edhe në mënyrën e komunikimit të një personi apo personi që është sulmuar në këtë rast. Atëherë, teknikisht kjo nuk quhet sulm, sepse kushdo mund të hapi një profil në rrjetet sociale me një emër të caktuar. Pra, mund të ekzistojë një jeton domnori diku tjetër dhe ka të drejtën legjitime të hapin një llogari. Para gati me shumë se një viti faktikisht, po në një media unë demonstrova se si unë hapa një profil të një personazhi amerikan, e mora larg për mos të cënuar ndonjë figurë këtu në Shqipëri, dhe për të treguar se sa lehtësisht një person mund të vendosë një emër mbi emër që nuk është as pak i tij, të marrë një ose më shumë foto, edhe akoma më e rrezikshme është kur ky person është një mik në rrjetin tim social, ku mund të aksesoj edhe foto të shumta dhe evente që mund të ketë bërë person, pra ta impersonifikoj në mënyrë shumë të saktë, dhe të shtirem madje dhe mund të duke gënjur them shiko më kanë hakuar llogarinë e tjetër, nuk e aksesoj dot, kjo është llogaria ime e re, është forma tipike për të fituar besimin e njerëzve. Tani disa rrjete sociale japin mundësinë e certifikimit të llogarisë, ku ne duhet të mantë dhe pasaportës dhe pasaportat tonë biometrike mundsojnë. Disa janë edhe me pagesë, faktikisht. Është e vështirë që mbase të gjithë ne masivisht të certifikojmë llogaritë tona, por edhe këtu duhet kemi kujdes, sepse mund të na shkruajnë persona në rrjetet sociale, të cilët hiqen sikur janë një person i caktuar, por absolutisht nuk duhet të kemi një besim të verbër kur na shkruajnë qoftë me emër të saktë, emër mbi emër dhe me foto, sepse në rrjetet sociale kushdo, po jo vetëm rrjetet sociale, edhe në email. Unë kam një email Elton Domnori. Unë të bazë që nëse dikush hap Elton Domnori me 2 i në fund, është një email tjetër, legjitim, dhe pjesa më e madhe nuk do vinte as pak re që nuk jam unë, që është një tjetër email.
Në botën virtuale nuk duhet kemi asnjëherë një besim qorrazi të identitetit të personave të cilët na prezantohen. Sepse për se si është ndërtuar sistemi, nuk kemi një garanci që kush e hap një llogari të jetë pikërisht ai personi që ka hap llogarinë dhe nuk ka përdor një identitet të rrem me informacione të rreme të marrë po nga rrjeti. Dhe në përfundim do doja në fakt t'ju bëja një pyetje e cila mbase do t'ishte një diskutim i gjatë, por jemi në përfundim të minutazhit. E dim tashmë që TikTok në Shqipëri është ndaluar deri në vendosjen e filtrave. Për te diskutimit është e drejtë apo s'është e drejtë, sa kohë mendoni që do të kërkoj për t'u rikthyer normalisht funksioni i TikTok në Shqipëri, pa pasur nevojë të shkarkojmë VPN dhe pa pritur që të gjejmë një mënyrë për të aksesuar këtë rrjet social? Tani në mos gaboj venimi i qeverisë ishte për një vit. Po, për një vit, por ka të bëjë edhe me vendosjen e filtrave të kompanisë. Tani, filtrat e kompanisë nuk e di në çfarë faze jemi kontraktimi ose marrëveshje me sa i përket të kompanisë. Në qoftë se do ketë një përgjigje nga ana kompanisë dhe një lloj garanci sigurie, atëherë besoj se do jetë shumë e shpejtë. Në qoftë se kompania nuk do na konsiderojë dhe aq shumë, nga që dhe jemi edhe një treg mbase i vogël në gjithë sistemin global, atëherë besoj se do e mbartim këtë pengesë deri në fund të vitit ose të paktën deri në një urdhër të dytë. Zoti Domnor, ju falenderoj shumë për kohën dhe për bisedën dhe ju uroj një ditë sa më të mbarë. Është kënaqësi.